Mirëmbrëma për gjithë të nderuar shikues, nga unë dhe kolegu Bledjan Koka do t'ju përcjellim edicionin qendror informativ. Mirëdhënie së bashku edhe me kolegen Senada Jao për të njohur me zhvillimet më kryesore informative në këtë edicion qendror. Së pari shohim titujt. Presidenti Nishani deklaroi se situata e kanabisit në Shqipëri është bërë shumë serioze dhe për këtë janë shqetësuar edhe shërbimet e huaja inteligjente. Nishani njoftoi se së shpejti do të mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Reagon menjëherë kryeministri Edi Rama të mbledhet Këshilli Kombëtar i PD-s. Partia Demokratike deklaron se mirëpret një bashkëpunim me LSI-n, se nënkryetari i saj Edi Paloka tha se kjo do të ndodhë nëse LSI bindet se me Edi Rama nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kreu i Komisionit Sigurisë Kombëtare Spartak Braho deklaroi se drejtuesit e institucioneve të rëndësishme dyshohet se janë përgjuar nga shërbimi informativ shtetëror. Braho apel fshishit të raportojë në kuvend, gjë që sipas tij nuk e ka bërë prej 2 vitesh. Ministria e Jashtme greke akuzon Tiranën zyrtare se nuk respekton të drejtat e minoritetit grek dhe ka plan për anashkalimin e tij. Sipas Athinës, projekti zhvillimor për Himarën po prek vetëm shtëpitë e shtetasve me origjinë greke, sjellje që minon rrugën europiane të Shqipërisë. Mediat greke kanë quajtur provokim dhe ignorancë që të bën përqeshur postimin e Ramës, sipas të cilit pa shqiptarët Akropoli sot nuk do të ekzistonte. Vendimi i FBI-s për të rihapur hetimet për Hillary Clinton po jep efektet e veta. Sondazhi më i fundit në Shtetet e Bashkuara i siguron një pikë më shumë rivalit e saj demokrat Donald Trump. Edhe të shohim më gjithsesi zhvillimet kryesore informative. Sigurisht kulmi i deklaratave të sotme ka mbritur nga kreu i shtetit Bujar Nishani. Nga Shkodra, presidenti Bujar Nishani shprehu shqetësimin lidhur me situatën e kanabisit në vend, duke bërë të ditur mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Nishani tha se krimi organizuar po shkon drejt të institucionalizimit dhe kjo situatë duhet të ndalet. Çështja e kanabisit është realisht një problem. Është një çështje që lidhet me veprimtarinë kriminale dhe kanabisi ofron le themi vetëm kriminalitet, sepse konkurenca e aktivitetit kriminal pjell krimin tjetër. Çështja e kultivimit të kanabisit e largon qytetarin shqiptar nga aktiviteti prodhues dhe zhvillimor që lidhet me bujqësinë, me ndërtimtarinë, me infrastrukturën, me shërbimet e ndryshme që në fundit ne kemi kapacitete. Është një fenomen serioz, është një fenomen që ka marrë për masa padyshim kombëtare. Dhe pikërisht për këtë arsye dhe të shqetësimit që tashmë është jo vetëm nga agjencitë ligjzbatuese dhe inteligjencës vendit, por dhe ato partnere, unë kam vendosur që së shpejti të thras Këshillin e Sigurisë Kombëtare për diskutuar në lidhje me problematikën dhe mënyrën se si ne duhet ta përballojmë këtë sfidë serioze në vendin tonë. Krimi organizuar po na bëhet një problem serioz. Dhe ky nuk është një qendrim politik, një qendrim partizan. Unë nuk jam i kompleksuar fare nga pozicioni që kam si president i Republikës, fare që ta them këtë çështje, sepse nuk nisim nga pozita partizane, nisim nga pozita shtetërore, nisim nga pozita qytetare, dhe nisim nga pozitat e njeriu që e di se sa i rrezikshëm për një shoqëri dhe për më të shumë për së ardhmen mund të kthehet krimi organizuar. Kthehet në një lloj institucionalizimi, se nëse individ bashkohen në grupime, dhe këto grupime të krimit organizuar fillojnë hynë në politikë, fillojnë ndërhyjnë në ekonomi, fillojnë ndërhyjnë në përdorimin e aseteve publike, fillojnë hyjnë dhe penetrojnë në elementet më të rëndësishme që ka një shoqëri, segmentet medias dhe të botës ekonomike, atëherë krijohet një rreth i cili e fut dhe e mbyt pasaj shoqërinë dal nga dal. Ndërkohë ka reaguar me njëherë me habi kryeministri Edi Rama ndaj deklaratave të kreut të shtetit, i cili tha se do të mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare për luftën anti-kanabis. Në një postim në Facebook, Rama shkruan se në vend të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, në fakt duhet të mbledhet Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike dhe redaksit dhe gazetat e portaleve të Shqipit. Reagimit të tij kryeministri Rama i ka bashkangjitur edhe letrën që Komisioneri Evropian për Punët e Brendshme, Dimitri Avramopoulos, i ka dërguar ministrit të Brendshëm Tahiri, ku vlerëson luftën e Shqipërisë kundër kultivimit të kanabisit. Në letër Avramopoulos shkruan se këto hapa dhe rezultate pozitive
duhet të shoqërohen me veprime parandaluese të fuqishme dhe procese gjyqësore efektive. Komisioni inkurajon autoritetet shqiptare që të zgjerojnë sistematikisht hetimet të aseteve financiare të organizatave kriminale dhe t'i shfrytëzojnë më shumë asetet e sekuestruara, si dhe të bëjnë një përdorim më të shpesh të konfiskimit të aseteve dhe dënimeve siguruese, thuhet në letrën kundër të tjera shprehet edhe mbështetje e Bashkimit Evropian në luftën kundër kultivimit të kanabisit. Kryedemokrati Lulzim Basha, gjatë një takimi në Tiranë me strukturat Partisë Demokratike, tha se Rama tallet me fermerët për kanabisin dhe se hashashi mbillet në vend me lejen e kryeministrit dhe ministrit Tahiri. Basha theksoi gjithashtu se shefi i ekzekutivit duhet të japi llogari para shqiptarëve dhe jo të fajsoj Partinë Demokratike për dështimet e tij. Si jeni me hashashin nga fshati juaj? Lulzim Basha tha se Edi Rama tallet me fermerët kur i pyet si janë me kanabisin. Flet me fermerët që s'kan prodhim bujësor, ju thot si jeni me kanabisin. Kur e di fare mirë që kanabisi mbillet në Shqipëri vetëm me lejen e Edi Ramës dhe vetëm me të licencuarit e Edi Ramës, se kushdo tjetër që del jashtë kooperativës kanabisit e Edi Ramës e Samir Tahirit, goditet. Të njëjtën gjë sipas kryedemokratit, kryeministri i vendit e bën me arsimtarët. Flet me mësuesit. Ky që si model ju solli shqiptarëve krimin, kriminelët, Elvis Roshin, Artur Bushin, Armando Prengën, me kompani, e shef veten e vet në rastin më të mirë si një drejtor burgu dhe shqiptarët si të burgosurit e tij që mund t'i keq trajtoj, njësoj si në kohë diktaturës. Në një takim me drejtues të strukturave të Partisë Demokratike në Degën 11 në Tiranë, Basha tha se Edi Rama duhet të jap llogari para shqiptarëve dhe jo të fajsoj Partinë Demokratike për dështimet e tij. Fajin për këto 3 vite të keq qeverisjes e pas ka Partia Demokratike. Fajin e ka opozita, fajin e ka media, fajin e ka populli, vetëm Edi Rama nuk ka faj. Me këtë teori, bredh nga jugu në veri, shqiptarët kërkojnë zgjidhje. Dhe ne kemi ofruar një rrugë zgjidhje, që kalon përmes bashkimit të gjithë qytetarëve, të gjithë faktorëve politik dhe shoqëror, në një aleancë të madhe vlerash për t'ja kundërvënë aleancës së drogës, të krimit dhe të korrupsionit. Pas deklaratës së kryeministrit se Lëvizja Socialiste për Integrim mund të rimartohet me demokratët, ka ardhur edhe reagimi i parë nga Selia Blu. Nënkryetari demokrat Edi Paloka thot se mirëpret një bashkëpunim me LSI nëse ajo bindet se me Ramën nuk ka zgjedhje të lira. Lojën e aleancave parazgjedhore e hapi vetë kryeministri, diversioni që Edi Rama bëri për një rikthim të bashkëpunimit të demokratëve me partinë e Ilir Metës, nuk kaloi në heshtje në kampin blu. Edi Paloka, nënkryetari i Partisë Demokratike, sheh mundësinë e rikthimit të aleancës me Ilir Metën, nëse ky i fundit ndan të njëjtën bindje si opozita, se Edi Rama duhet të largohet. Nëse LSI-ja bindet se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje të lira dhe i bashkohet aksionit ton për largimin e Edi Ramës, si çdo qytetar tjetër, si çdo organizëm tjetër, si çdo parti tjetër, sigurisht që është e mirëpritur. Demokratët janë në prag të bojkotit të parlamentit. Aksioni për largimin e Edi Ramës përfshin edhe protestat popullore. Sigurisht që të gjitha format me të cilat mund të largohet një qeveri do të përdoren. Thash, çdo energji, çdo aset i Partisë Demokratike dhe të qytetarëve shqiptarë, sepse sot duhet dini që në bazë të gjithë sondazheve janë 70% e qytetarëve shqiptarë që duan largimin e kësaj qeverie. Për rëzimin e Edi Ramës nga pushteti, demokratët kanë thirrur në një aleancë të madhe, jo vetëm të djathtët, por edhe të majtët, të cilët nuk ndjen të përfaqësuar nga mazhoranca qeverisëse. Diplomatët Donald Delio e Romana Vlahutin kanë dalë në skenë këtë të martë vetëm 2 ditë përpara se të miratohet në parlament ligji për organet e qeverisjes së drejtësisë. Gjatë të kësaj të martë, ata zhvilluan një takim me kryeministrin Edi Rama. Të njëjtën e 3 nëntorit, mazhoranca me ose pa opozitën është e vendosur të kaloj ligjet që duan shumicë të cilësuar, përfshirë këtu edhe ligjin për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Për këtë, socialistëve do t'i duhen edhe votat e aleatit të LSI-s.
ndaj që t'i paraprin mbledhjes së numrave, dy kumbarët e reformës në drejtësi, ambasadori amerikan Donald Lu dhe ajo e Bashkimit Evropian Romana Vlahutin, u ndalën për gati një orë në kryeministri, në një bisedë diskrete me shefin e qeverisë Edi Rama. Mimika e tyre tregonte se nuk ishte shumë bindje pasi dolën nga porta e kryeministrisë dhe reforma në drejtësi i mori dhe pak qaste diskutimit mes tyre pa praninë e Ramës. Në një moment, siç duket edhe në këto pamje, ambasadori SBA-s ngre gishtin drejtues nga kryeministria, si për të treguar që e ka me kreun e qeverisë. Tradita ka treguar se në të tilla situata, dyshja e diplomatëve nuk e ka përjashtuar edhe takimin me kryeparlamentarin Ilir Meta. Javët e fundit këto ligje që kërkojnë 84 vota, përfshirë këtu edhe ligjin e organeve të qeverisjes së drejtësisë, kanë pasur të njëjtin fat, shtyrjen, për shkak se shumica nuk ka mundur të bëjë quorumin e nevojshëm për t'i kaluar. Në tryezën kuvendit dhe institucionet e pavarura të thirrura nga kryeparlamentari Ilir Meta, kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare Spartak Brau ka deklaruar se drejtuesit e institucioneve të rëndësishme dyshohet se kanë rënë pre përgjimit nga Shërbimi Informativ Shtetëror, institucion që nuk ka raportuar në kuvend prej 2 vitesh. Siguria kombëtare po vihet jo pak në pikpyetje kohët e fundit, ndërsa presidenti Nishani kërkon thirrjen e Këshillit Kombëtar të Sigurisë për drogën. Nga ana tjetër, kreu i Komisionit të Sigurisë Kombëtare Spartak Braho hedh dyshime se Shërbimi Informativ Shtetëror, pas shpinës së prokurorisë, ka përgjuar titullar të institucioneve të rëndësishme për të cilat kërkon verifikime. Ka patur sinjalizime të forta që nërmundët e prokurorisë janë bërë edhe përgjime për titullar dhe institucione të tjera, institucione të tjera, por këto mbeten në kuadrin e hamendjeve dhe që lipset të verifikohen dhe të vihet edhe ky institucion në mengen e kontrollit parlamentar. Pranishën me tryezën e rrumbullakët, kuvendi dhe institucionet e pavarura, Brau nuk u ndal me kaq. Sipas tij, Shish ka 2 vite që nuk raporton në kuvend, ndërsa më herët ka refuzuar edhe kontrollin parlamentar. Ka 2 vite ca që shërbimi informativ shtetëror, por edhe shërbimet para institucionet tjera nuk raportojnë në kuvend, madje një tentativë që u bë për të kontrolluar veprimtarinë për zbatimin e ligjit dhe asaj financiare, këtyre shërbimit, më thënë, u refuzua prej tyre dhe falja dhe indiferencës qeverisë, po edhe strukturave parlamentare, kjo gjë mbeti në heshtje. Tryeza u drejtua nga kreu i kuvendit Ilir Meta, i cili tha se Shqipëria ka nevojë për institucione të forta dhe jo individ të fortë, dhe solli si shembull reformën në drejtësi, si aktin më të rëndësishëm të përfshirjes së shumë institucioneve. Policia e shtetit shumë shpejt do të nisë rekrutimin e policëve vullnetar që do të veshin uniformën e policisë. Së shpejti do të shohim të rinje të reja të veshur policë, por pa armë që do të ndihmojnë forcat e policisë për ruajtjen e sigurisë në vend. Ministri i Brendshëm Samir Tahiri e njoftoi këto në konferencën e parashkencore ndërkombëtare të Akademisë së Sigurisë, me temë kontributi në sigurinë publike nëpërmjet arsimimit. Ne po punojmë për krijimin e një mundësie ligjore lidhur me angazhimin vullnetar në policinë e shtetit. Dhe më pas do fillojmë menjëherë me rekrutimin. Dhe ka shumë të rinj që pranojnë të shpenzojnë 2 orë, 4, 6 orë maksimalisht në policinë e shtetit, me uniformën e policisë shtetit, sigurisht pa armën, dhe me gjitha detyrat dhe përgjegjësitë që ka punojnë si policisë shtetit. Ministri u bëri thirrje qytetarëve, sidomos të rinjve, të angazhohen vullnetarisht në policinë e shtetit dhe pas vullnetarizmit mund të bëhet edhe rekrutimi i tyre në polici. Sipas tij, vullnetarët mund të shërbejnë kudo dhe do marrin një formim bazë pranë Akademisë së Policisë. Njëri që nesër do jetë bashkë me patrullën e policisë në lagje, apo një tjetër që do jetë bashkë me patrullën e policisë rrugore, në një kryqëzim apo në rrugë, do ketë mundësinë vetë të kuptojë punën që bën policia e shtetit. Këta nesër mund të jenë të rinj që mund të duan të bashkohen policisë shtetit me të gjitha efektet. Të konkurojnë, të jenë pjesë e trupës policisë shtetit. Në vendet e Bashkimit Evropian ka mjek që pas 8 orashit punës shpenzojnë 2 orë, duke kontribuar vullnetarisht në polici. Ka jurist, ka çdo lloj profesioni.
profesionistin fushën e tij, që ndihmon policin të bëj punën siç duhet. Duke folur për Akademinë e Sigurisë, ministri i Brendshëm tha se ky institucion i policisë së shtetit ka qenë i suksesshëm, ndërsa policia e shtetit institucioni më i besueshëm tek qytetarët. Kryebashkiaku i Kavajës Elvis Roshi u paraqit këtë të martë në prokurorinë e Tiranës dhe u qëndroi besnik deklaratave të tij të bëra fill pas nisjes së hetimit. Roshi kërkoi të njihet me dosjen, ndërsa këmbguli se nuk mban mend se përse është proceduar në polici. Roshi po hetohet për falsifikim të formularit të dekriminalizimit, pasi nuk deklaroi rekordet kriminale në Itali dhe në Zvicër. Kryetari i Bashkisë së Kavajës Elvis Roshi u paraqit këtë të martë në prokurorinë e Tiranës, sipas urdhërimit të gjykatës së lartë, e cila i hoqi arrestin shtëpiak dhe e nxori në liri. Për më shumë se 30 minuta, Roshi qëndroi përballë prokurorit Enkli Gjini, të cilit i konfirmoi të njëjtin qëndrim që ka mbajtur në krye të herës, kur ndaj tij nisën hetimet për falsifikim të formularëve në kuadër të ligjit për dekriminalizim. Kryebashkiaku i Kavajës mësohet se u ka kërkuar hetuesve të i vënë në dispozicion dokumentat e ardhura nga Italia dhe Zvicra, pa i dyshohet të jetë dënuar nga drejtësitë e këtyre vendeve. Ai vazhdon të këmbgul se nuk e mban mend përse u procedua penalisht nga shteti italian. Një fakt i tillë u pohua edhe nga avokati i tij, Teodori Sollaku, i cili deklaroi se mbeten në pritje të letërporosive. Është situata i ka qenë në fillim në pritje të letrave të letërporosisë që do vinë nga shtetet tjera. Ato që janë deklaruar deri në tani, nuk ka asgjë të re. Elvis Roshi u arrestua në qershor të këtij viti pas dyshimeve se në formularin e dekriminalizimit nuk ishte deklaruar rekordet kriminale në Itali e Zvicër. Nga hetimet, rezultoi se kryebashkiaku i Kavajës ishte dënuar në vitin 1995 nga drejtësia italiane për akuzën e përdhunimit. Gjithashtu, ai dyshohet të jetë ndaluar në Zvicër në vitin 1993 si i dyshuar për drogë, por duke mos u provuar akuzat, ai ishte dëbuar nga ky shtet. Qeveria shqiptare duhet paraqes 3 kandidatura të reja për gjyqtar në Strasburg deri më 20 mars pas refuzimit të kandidaturës së Ina Ramës, Sokol Berberit dhe Gent Brahimit. Aplikantët duhet mos kenë mbajtur funksione politike në administrata apo forca politike gjatë 10 viteve të fundit. Pas refuzimit të 3 kandidaturave që qeveria shqiptare propozoi për gjyqtar në Strasburg, Kryeministria njofton se Këshilli i Europës ka ftuar qeverinë shqiptare të paraqes brenda datës 20 mars 2017 listën me propozime për 3 kandidaturat më të përshtatshme për këtë pozicion. Aplikantët ftohen që brenda datës 30 nëntor 2016 të paraqesin dokumentat, ndërsa për kriteret për përzgjedhjen është që të ketë të paktën 15 vjet përvojë pune si gjyqtar, prokuror, avokat, profesor ose lektori së drejtës në punësi nivelit të lartë në administratën publike me një veprimtari të spikatur në fushën e së drejtës, kryesisht në fushën e të drejtave të njerëzit. Përparësi do të kenë kandidatët me përvojë praktike në sistemin e drejtësisë dhe të mos ketë mbajtur funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese në një parti politike gjatë 10 vjetëve të fundit përpara kandidimit. Votimi në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Europës për gjyqtarin e ri të Shqipërisë në Gjykatën Europiane të Drejtave të Njerëzit do të bëhet brenda muajit prill 2017. Më herët, Këshilli i Europës ktheu mbrapsht kandidaturën e ish krye prokurores Ina Rama, antarit të gjykatës kushtetuese Sokol Berberi dhe e juristit Gent Brahimi. Pas deklaratës së Ministrisë e Jashtme Shqiptare një ditë më parë për çështjen e Imarës, reagoi sërish Ministria e Jashtme greke. Sipas saj, në Shqipëri pretendohet se respektohen pakicat, por në praktik të drejtat e minoritetit shkelen. Të gjitha shtëpitë që do të prishën në Himar janë të gjitha të minoritarëve dhe projekti zhvillimor i këtij qyteti dëshmon planin e anashkalimit të minoritetit grek. Thuhet kështu në reagimin e Athinës zyrtare, sipas së cilës kjo sjellje minon rrugën europiane të Shqipërisë. Ministria e Jashtme greke i cilëson deklaratat e zyrtarëve shqiptar të bazuara në një logjik të vjetër dhe në shkelje të standardeve për pakicat. Ministria e Jashtme greke i drejtohet sërish qeverisë shqiptare të plotësojë angazhimet e saj për respektimin e të drejtave të minoritetit grek në Shqipëri. Mediat greke kanë quajtur provokim dhe ignorancë që të bën për të qeshur postimin e kryeministrit Edi Rama, sipas të cilit pa shqiptarët Akropoli sot nuk do të ekzistonte. Provokon Edi Rama, sfidon Edi Rama,
Ignoranti i historisë Edi Rama, ignorancë që të bën për të qeshur. Me këto tituj kanë reaguar gazetat dhe websajtet greke pas një postimi në Facebook të kryeministrit Rama, sipas të cilit Akropoli nuk do të ekzistonte nëse nuk do të ishin shqiptarët. Duke e postuar një gravur të vjetër të Athinës të vitit 1670, Rama shkruan se kjo gravur e Athinës, qytet në të cilin sipas princit grek fanariot Rizo Rangabe, popullsia autoktone është kryesisht shqiptare, na kujton se nëse Akropoli i lashtë është ende në këmbë, kjo i detyrohet edhe kurajos dhe vizionit të primatit shqiptar të Athinës, Gjergj Dushmanit, i cili më 1686 negocioi me flotën veneciane të Francesco Morosinit që qyteti të mos bombardohej. Mediat greke shkruajnë se Rama injoron faktet themelore të tregimit, pasi sipas tyre as Yorgos Dusmanis ose Gjergj Dushmani dhe as krye peshkopi i Athinës në vitin 1686 nuk ishin shqiptar. Liri, dije dhe ekuilibër social janë këto tre shtyllat e partisë Bemblushit dhe Mimoza Hafizit që në ngjyrën e verdhë të diellit u prezantuan për herë të parë sot pasdite. Partia më e re e njerëzve të lirë cilësoi Bemblushi këtë lëvizje të përbashkët qytetare, ku bëri me dije se kushdo që kishte marrë vendimin për të qenë pjesë e listës së barabartë nuk do të zhgënjehej. Ne besojmë se Shqipëria mund të bëhet, do bëhet dhe duhet bëhet vetëm nga shqiptarët. Sepse shqiptarët kanë detyrimin. Shqiptarët kanë detyrimin për ta bërë Shqipërinë, për ta bërë vendin e tyre një vend lirë, të barabartë, të jetueshëm, të denjë, që jeton në harmoni dhe në paqe mes vetë dhe sigurisht me popujt e tjerë. Ne pra kemi një ide, e cila na shkëtyr mbindje, na shkëtyr frymëzim, na shkëtyr vullnet. Kjo ide është Libra. Kjo ide është Libra. Libra si një organizatë politike e formuar nga shqiptarët, për shqiptarët, dhe unë jam shumë i lumtur. Jam shumë i lumtur që kam nderin të jem pjesë e Librës, duke qenë i bindur se asnjëherë në jetën time nuk kam qenë mes kaq shumë librave. Kthehet në një parcel kanabisi, e cila po ndot mendje dhe shëndetin jo vetëm të shqiptarëve, po dhe të popujve përreth. Libra do të thotë dije. Libra do të thotë liri. Libra do të thotë ekuilibër, peshore dhe drejtësi. Libra është të qenit i lirë dhe i drejtë. Unë mendoj se shumicës, se mungesa e shumicës dijeve, se kufizimi i lirisë, ngecënimi i vazhdueshëm i ekuilibrit social, janë shkaktarët kryesor të pabarazisë dhe të bjerimit që kemi sot. Këto janë tre arsyet. Po jo vetëm kaq. Nuk është vetëm kaq. Libra ka vendosur të jetë e verdhë, e bindur, se e kuqja na robroi për 50 vjet. Bluja na varfroi për 20 vjet dhe Mavia na turproi për 3 vjet. Të gjitha familjet që jetojnë në ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës do të largohen brenda një kohe të shkurtër dhe çdo godin që s'ka lidhje me këtë universitet do të shëmbet. Kjo është deklaruar nga kryeministri Edi Rama në ceremoninë e 65 vjetorit të krijimit të këtij universiteti. Rama u komunikoi këtu pedagogëve rritjen e pagave të tyre, ndërsa u shpreh se ky universitet duhet të shndërrohet në qendër graviteti në vend për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Qindra familje që jetojnë në ambientet e Universitetit Bujqësor të Tiranës në Kamës do të duhet të lirojnë këto ambiente dhe çdo godin që si përket këtij universiteti do të shembet. Në 65 vjetorin e krijimit të Universitetit Bujqësor, kryeministri Rama tha se do të fillojë shlirimi i tij nga zaptuesit dhe kjo do të ndodhë shumë shpejt. Çdo person, çdo familje që nuk ka lidhje me universitetin do largohet. Ky territor do bëhet atdheu i ekselencës shqiptare të zhvillimit rural. Me të gjitha mjetet ligjore, patjetër demokratike, por pa humbur kohë. S'ju ka ardhur akoma instantën në ndori. Jeni të rrethuar, jeni të pushtuar.
Kryeministri ka shfrytëzuar këtë takim për të folur dhe për temën e nxehtë të momentit, atë të reformës në arsim, duke mos kursyer as batutat. A ju kujtohet që ndonjëri me 6 të pretendonte të hynte në universitet? A mbani mend ndonjë me 7 që t'i shkonte mendja se mund të hynte në universitet? Dhe e kuptoni se çana ka ndodhur në 25 vjet që diskutojmë tani stresin e atyre me 5.1 që nuk po hyn dot në universitet. Na janë mërzitur ngelsat dhe na janë shqetësuar prindrit. Kryeministri kërkoi nga ky institucion që të mos mjaftohet vetëm me shtrirjen vetëm brenda kampusit, duke u shndruar si shtaj në një qendër graviteti për zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Nuk mund ta çojmë ne përpara Shqipërinë në sektorin e fshatit duke u bazuar te drejtoritë e bujqësisë. Universiteti Bujqësor i Tiranës është universiteti më i vjetër në Shqipëri, i themeluar më 1 nëntor të vitit 1951. Fillimisht ai funksionoi si institut i lartë shtetëror bujqësor dhe më tej gjatë historisë së tij, ai fitoi statusin si Universiteti Bujqësor i Tiranës. Universiteti Bujqësor ka marrëdhënie bashkëpunimi me shumë universitete në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetlimi ose strehim është përgjigje e banorëve ndaj kryeministrit Rama për largimin e tyre nga godinat e konvikteve që janë strehuar prej më se 20 vitesh në Institutin Bujqësor në Kamës. Pa drita dhe ujë prej 2 vjetësh, banorët thonë se askush nuk do të donte të jetonte në këto kushte, por pamundësia i detyron ata që të kenë vetëm këtë zgjidhje. Mungesa e dritave prej 2 vitesh në godinat e studentëve të zaptuar nga banorët në institut, përveç errësirës së përditshme, i ka lënë dhe në terr informativ. Interesimin tonë se ku jetonin e mirëpritën, por po aty mësuan dhe vendimin për lirimin e godinave. Na tha njerëz të thënë sepse ne s'kemi televizor, edhe ujt na kanë pre, as kemi ujë, as kemi drita, as kemi gjë. Ne kanë qenë 568 banor. Sot për sot mund të jenë 260. Shumica prej banorëve të panjohur me vendimin për largimin nga konviktet, para mikrofonit flasin për ujin dhe dritat, por kur informohen më në detaje se godinat duhet të lirohen deri më 28 nëntor, irritimi tyre shkon deri në vetflijim. Jam bë me vra vetëm për zotin. Jam detyruar, kam çu 3 fëmijë shpinë fëmijë se s'kam ku shkoj. Ne kena 17 vite. Kena shku me bëllë asistencën dhe asistencën nuk na bëjnë. Nuk e di ku do myten. Na nuk do dalim. Se s'kem ku shkojmë. Nuk mund të shkojmë në Tropoj për shembull se unë as nuk kam shtëpi atje, as kam tokë se jam këtu ka 12 vjet që jam këtu me ardhmë këtu. Ne nuk erdhëm ku na bond. As nuk jemi bonda që kemi ardhur jemi strehu këtu. Shteti na strehoi. Me mirët vi e të nanojnë tritolin e dirama dhe të na mysin gjithme. Nuk kem shtëpi, nuk kem asgjë, nuk jem ton pa punë. Kom 25 vjet që kom marrë në këtë institut bujqësor dhe më ka strehuar shteti demokracia, shqiptar që ka në Shqipëri. Edhe kom një burë të smur, e kom të përuam 10 herë në mushkëri, është me dritaret hapën me 4 brinjt heqëne. Unë s'kam kuta, unë e vras vet, ato, veten, djalin, edhe unë nuk dal me lëshu jashtë. Jam shaja si unë jam hipin së letë e bien tokë me burë, me kalamaj, me tonë çka kam. Kushtet ku jetojnë për gati 20 vite, thuaj se janë çnjerëzore, ndërsa papunësia është pretendimi që dëgohet gjithandej. Një strehim alternativ do të ishte zgjidhja dëshiruar për rreth 500 banorë të këtyre konvikteve. Na strehojnë zotëni si çdo qytetar tjetër. Fermerët në fshatin Dovran në Korçë ngren shqetësimin se për të disatin vit radhazi prodhimet e tyre edhe për këtë sezon kanë mbetur stok. Fermerët apelojnë për ndërhyrje ndërsa sugjerojnë disa mundësi për zgjidhje. Mund t'ju themi diçka që është një rekord historik i eksportit të mollëve nga Korça sot. Kemi 10.000 ton eksport mollë dhe nuk është vërtet që i dhet molla. Mos shikon në një art me mollë kalbur atë që vjet përpara kamerës për efekt propagandistik, por shikoni realisht atë që ndodh në Korçë. Ndryshe nga sa deklaroi ministri i bujqësisë pak ditë më parë, fermerët në Korçë flasin për një tjetër realitet. Pas devollit, kamera e News 24 udhëtoi drejt fshatit Dvoran, ku fermerët kanë ngritur shqetësimin për prodhimet që humbeten stok, ndërsa thonë se situata edhe për këtë sezon nuk është as pak premtuese. Kemi punuar gjithë vitin, kemi shitur një sasi 25%, 30% të mollës. Molla filloi tani, se ka dhe ajo fazën e saj, këtu ka filluar dhe të kalbet, dhe thuhet sepse është sikur është shitur molla. Molla faktikisht nuk është shitur. Jo se do të shikoni këtu në këtë vend, po të Gjerdisti dhe në shumë vend, vetëm në Dvoran, ka kuintalet. Në kohën e thermës, këtë mollë
e shismin për ekstra dilte jashtë shtetit. Vjen tregtari edhe tallet me mallën tim, tallet me dersën time. Detyrojnë të jetë në lumë, ç'a di bëu? Këtë vit kam prodhuar 300 kuntal, edhe s'kam shitur as i kokër. Fermerët apelojnë për ndërhyrje të shtetit, ndërsa sugjerojnë disa mundësi për zgjidhjen e problemit të tyre. Thirrje i bëjmë Ministrisë të Bujqësisë. Të vijë të shohë ose të mbyll doganën, mos bëj doganat. Ata futin nga dogana dhe këtu ndër neve mbete shtog. Po shkaku them unë që është mos organizimi i shtetit, të krijoj pikat e grumbullimit ajo dhe ne ta çojmë atje. S'kemi në kundërshtim pikat e grumbullimit, ta marrin ata, ta ndajmë ne sipas cilësisë. Fermerët e Dvoranit ngren alarmin se nëse prodhimet e tyre nuk do të shiten, falimentimi është i pashmangshëm. Teoria po duhet i shikonte ministri këta. Ambientalistët, shoqëria civile dhe përfaqësuesit akip dolën të bindur nga takimi me kreun e kuvendit Ilir Meta se ligji për mbetjet nuk do të rivotohet. Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim kërkoi shterrimin e të gjitha mundësive të dialogut mes palëve. Në pikpyetje mbetet raporti PS-LSI pikërisht për çështjen e mbetjeve. Koalicioni PS-LSI edhe pse flet shqip nuk po arrin të merret vesh dhe hendeku mes tyre po thellohet. Dal nga dalë LSI po kristalizon qëndrimin e saj të kundërt me PS-n për ligjin e mbetjeve. Këtë të martë, kreu i kuvendit Ilir Meta priti në 2 grupe të ndara shoqërinë civile, median, jurist dhe përfaqësues të akip. Ata dolën prej andej me bindjen se Metën dhe votat e tij do t'i kenë me vete. Kuptuam që zoti Meta dhe grupi i tij parlamentar do ndaj të njëjtin shqetësim dhe reagim të qytetarëve. Ajo çka zoti Meta na le të kuptoj në mënyrë në ligjërat të drejtë ishte kjo. Pa një konsensus me shoqërinë civile, ky ligj nuk kalon. I vetmi konsensus me shoqërinë civile që juve mund të realizoni zoti Meta është vota kundër ligjit të plerave. Kuptuam qartë që konsensusi i përket një të ardhme mbas pranimit të dekretit presidentit. As nuk diskutohet nga ana jonë ndonjë mundësi të pranimit të amendamenteve të ndryshme që mund të improvizohen nga majoranca. Ndërkohë nga zyra për shtyp e kuvendit u shpërnda një njoftim ku thuaj se vlerësoj angazhimin e tyre për këtë çështje të ndjeshme, duke nënvizuar se do të dëshiroja që miratimi i një ligji të tillë të mund të shteronte të gjitha mundësitë e dialogut, mirëkuptimit dhe konsensusit me shoqërinë civile, përfaqësuesit e industrisë ricikluese dhe opinionin publik, me qëllim që ligji të shërbente interesit të qytetarëve dhe imazhit të Shqipërisë. Me rrjedhën që po marrin zhvillimet e fundit në koalicion, duket se Partia Socialiste do shkojë vetëm para me këtë nismë, pasi aleatët po e braktisin në mes të rrugtimit, duke ju bashkuar shqetësimit qytetar se në Shqipëri nuk duhen mbetje. Ishte presidenti Bujar Nishani i cili hapi lojën e ligjit të mbetjeve, me kthimin e ligjit në kuvend, edhe pse kanë kaluar pothuajse 3 javë nga kjo datë, kuvendi nuk ka ende një datë tjetër për rikthimin në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese dhe ndonjë dakordësi për propozimet e menduara për t'ia bashkangjitur atij. Banorët e fshatit të Mbyet, aty ku është parashikuar ndërtimi i implantit për përpunimin e mbetjeve, lajmërojnë zhvendosjen e protestës ditën e premte para Bashkisë së Fierit. Ata shprehën vendosur në vijimin e rezistencës kundër këtij projekti me qëllim ngritjen e tij në zona të tjera të pabanuara. Të vetë flijohemi, let na shtypin, po do na uroj brezi i arshëm, nuk do na mallkoj. Kanë protestuar sërish banorët e fshatit Mbyet në Fier kundër implantit të përpunimit të mbetjeve urbane, që pritet të ndërtohet pranë banesave të tyre. Edhe këtë të martë ata janë grumbulluar pranë aksit Fier Kraps Ballsh, por pa bllokuar qarkullimin rrugor. Kjo pas nisjes së procedimit penal 3 ditë më parë për 12 nga banorët e kësaj zone që bllokuan rrugën gjatë protestave. Tashmë, banorët paralajmërojnë zhvillimin e një proteste të madhe pranë Bashkisë së Fierit këtë të premte. Në orën 9 të premten të mlidhen të bashkia Porxës, Plygut, Drizës dhe qytetit të ngrihen e të na ndihmojnë që ta kthejnë mbrapsht vendimin. Edhe kjo protestë mos të futet rrugë politike, po të futet për shëndetësinë e popullit. Ata deklarojnë se prej vitesh kanë dhuruar ndotjen nga azotiku, kanë dhuruar tokat e tyre për varrezat e qytetit, por nuk do të lejojnë ndërtimin e implantit të përpunimit të mbetjeve. 60 hektar tokë i ka marrë vije verdhe qytetit, 40 i kanë marrë varrezat dhe 50 i kërkojnë të marrin këta që ngeret me 16 hektar tokë. Përse ta mbyllgojnë?
unë i kam 50 metrë mbrapa shtëpisë më ti. Kam fëmijë të vegjël në shtëpi. Ke pyllin e shëllis atje, s'ka zbanesa është 12 km larg qytetit. Le të vej ta bëj atje naj. Dërnena si janë fushat e kripra. Në mbështetje të protestuesve, këtë herë kanë dalë edhe këshilltarët e djathtë të Këshillit Bashkiak të Fierit. Kanë marrë një vendim në ndikimin politik. Absolutisht unë jam i sigurt, këshilltarët që kanë votuar aty nuk kanë lexuar asnjë rresht nga ai projekt vendim dhe nuk dinë se çfarë do bëhet. Do të vazhdojmë të jemi me kartonin e kuq lart dhe ndoshta nuk do të marrim dhe pjesë në mbledhjet e Këshillit Bashkiak që do të zhvillohen në vazhdimsi, pa i dhënë drejtim kësaj procedure dhe pa i dhënë drejtim këtij problemi. Ne duhet të jemi të gjithë bashkë në këtë drejtim pa ngjyrime politike. Fshatrat Mbyet, Portës dhe Plyk janë zonat që ndodhen pranë vendit ku është parashikuar ndërtimi i impjantit të përpunimit të mbetjeve. Të tre këta fshatra janë pjesë e njësisë administrative Portës, dikur një komunë. Bashkia e Lezhës dorëzohet përballë situatës së përmbytjeve duke pranuar se nuk ka kapacitetet logjistike për të ndërhyrë. Kreu i bujqësisë në këtë bashki thekson se të vetmet mjetet që disponon ky institucion janë 2 ekskavatorë që i kaluan nga bordi i kullimit, edhe këto në gjendje të amortizuar. Nuk kemi kapacitete logjistike për të ndërhyrë në rast të përmbytjesh. Deklarata vjen nga Bashkia e Lezhës, e cila dorëzohet përballë situatave të përmbytjeve që përfshin vazhdimisht këtë bashki. Drejtori i bujqësisë në këtë institucion thekson vështirësitë që hasin për të ndërhyrë pas përmbytjeve. Ne si bashki nuk i kemi mjetet për të ndërhyrë dhe për të evituar jo më përmbytjet, por as të evitojmë kullimin e dobët të tokave bujqësore që ne kemi. Nëse edhe qeveria mori një vendim për me rishpërnda një fond rreth 4 miliard lek në adres të kullimit dhe të ujitjes në tetor, janë përfshirë rreth 20 bashki tjera edhe Lezhë nuk është në listë. Të vetmet mjete në dispozicion janë 2 ekskavatorë të amortizuar që i kaluan bashkisë nga drejtoria e bordit të kullimit pas ndarjes së re territoriale. Pajisjet që kanë kaluar bashkisë nuk kanë qenë funksionale. Ne kemi harxuar disa milion lekë, janë mjetet të vjetra dhe ne na kanë shfaqur defekte her pas here. Njëri sot për sot punon, tjetrin por i parojmë. Ka një vit që qeveria e propagandon me të madhe që bashkive do të blejë nga një ekskavator. Rreth i Pukës, që ka 2 bashki, i bie që për 2600 hektar tokë kodrinore malore, që në fund fundit nuk ka nevojë për kullim. Megjithatë të ketë një ekskavator për 2600 hektar tokë, ndërsa Lezhë të ketë një ekskavator për 18.000 hektar tokë bujqësore në emergjencë për të kulluar. Vetëm brenda një muaji, Lezhë është përfshirë disa herë nga përmbytjet e banorët vazhdimisht kanë theksuar si problematike mos funksionimin e kanaleve kulluese. Një ditë pasi u hodh nga kati 6 i Hotel Tiranës, mjekët thonë se gruaja ka pësuar dëmet të mëdha. Pistat e hetimit për tentativën e vetvrasjes ndërkohë janë përqendruar tek konfliktet familjare dhe investimet në Shqipëri. Hana Demetrova, me shtetësi çeke e cila të hënën u hodh nga kati 6 i Hotel Tirana dhe shpëtoi mrekullisht, ka marrë dëmtime të rënda dhe fraktura në trup. 52 vjeçarja vijon të jetë në gjendje kritike për jetën, dërsa qëndron e shtruar në spitalin e traumës në reanimacion. I kontaktuar nga News 24, drejtori këtij spitali Gjovalin Bushi tha se gruaja ka 2 thyerje në shtyllën kurrizore, në bring dhe një shtypje në mushkri. Nga ana klinike është në gjendje stabël, por sërish vijon të jetë në reanimacion në gjendje të rëndë. Tentativën e saj për vetvrasje policia e kryeqytetit është duke hetuar në 2 pista. Burime pranë policisë thanë se hetimet janë përqendruar në ndonjë konflikt që 52 vjeçarja mund të ketë pasur me familjen e saj, dhe tjetra që lidhet me investimet që ajo ka pasur në Alpet shqiptare. Për këto të fundit, gruaja çeke kishte bërë një marrëveshje me një shtetas shqiptar, por marrëveshja është prishur më vonë. Policia vijon hetimin dhe pritet që dëshmia e çekes të zbardhë motivin e vërtet të këtij akti ekstrem. Lënd plasëse në automjetin e babait të Albi Xhezairit i kërkuar për vrasjen e 47 vjeçarit Aleksandr Bardhi. Policia bën me dije se ndërsa u thonte me 53 vjeçari Agron Xhezairi ka konstatuar në sediljen e pasme të automjetit të tij tip Benz një lëndë të mbështjellë me qese plastmasi dhe 2 fije të lidhura me një aparat të celulari. Pas kësaj ai ka ndaluar automjetin duke njoftuar policinë, e cila mbërriti në vendin e ngjarjes dhe njoftoi repartin Xhenier në Tiranë për të kryer çaktivizimin.
punohet ndërkohë për përcaktimin e llojit të lëndës plasëse, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorit. Djali i Agronit, 20 vjeçari Albi Xhezairi, vijon të kërkohet për vrasjen e Aleksandër Bardit në Shëndëllit Sarandës në 25 shtator të këtij viti. Policia nuk e përjashton mundësinë që ngjarja e sotme të ketë lidhje me një tentativë për hakmarrje lidhur me vrasjen e Bardit. Pas letrës së Klement Balilit, i cili shkroi për gazetën Etnos në Greqi, një tjetër gazetë greke që shkruan për të. Kathy Merini bën të ditur në numrin e së martës se zyrtarët e Agjencisë Amerikane kundër drogës, e njohur me emrin DEA, kanë ardhur në Shqipëri pas hetimeve të nisura ndaj Klement Balilit. Gazeta Kathy Merini shkruan se ndaj Balilit është lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar dhe ai qëndron i fshehur në Shqipëri. Në një shkrim mbi trafikun e drogës mes Shqipërisë dhe Greqisë, gazeta greke shkruan se një 46 vjeçar konsiderohet si truri kryesor i trafikut të hashashit nga Shqipëria për në Evropën qendrore nëpërmjet një kompanie transporti. Kathy Merini thekson ndër të tjera se i dyshuari kryesor është Klement Balili, edhe pse ky i fundit nuk i ka pranuar akuzat në adresë të tij, duke i konsideruar ato si një skenar i ndërtuar për qëllime politike. Emri i tij nisi të lakohet pasi policia greke sekuestroi rreth 1 tonë e 600 kg kanabis në një magazin në aksin rrugor që lidh Athinën me Lamjan. Shpërtimi një bombule gazi solli plagosje në një personi dhe dëmtimin e lehtë të djalit të tij, 11 vjeç, ngjarja u shënua mbrëmjen e djeshme në një banesë në fshatin Çudhi të Krujës. Sipas policisë, Babebir GM, 50 vjeç dhe djali i tij i mitur kanë qenë të vetëm në banesë dhe kanë ndier erën e gazit. 50 vjeçari ka shkuar në drejtim të kuzhinës ku ndodhej bombula e gazit që nuk përdorej për gatim në ato momente. Ai ka ndezur një çakmak, por kjo ka çuar në shpërthimin e flagëve si pasojë plagosjen e rëndë të kryefamiljarit, i cili është dërguar në spitalin e traumës në kryeqytet. Ndërkohë 11 vjeçari ka marrë ndihmën mjekësore dhe është rikthyer në banesë. Policia deklaron se shkak për ngjarjen ka qenë rrjedhja e gazit nga bombula e vogël e gatimit. Edhe pse vazhdojnë diskutimet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, Ministria e Financave ka projektuar buxhetin për vitin 2017. Këtë vit, në buxhetin 2017, fondi për rritjen e pagave dhe pensioneve është përcaktuar në vlerën 8.9 miliard lek. Rritja e pensioneve me 3% do t'i kushtojë buxhetit shtetit 2.9 miliard lek, ndërsa 6 miliard lek është fondi i rritjes me 10% të pagave. Edhe pse takimet me Fondin Monetar Ndërkombëtar vazhdojnë, Ministria e Financave ka përgatitur projekt buxheti në vitit 2017. Kështu, sipas projekt buxhetit të vitit 2017, të ardhurat janë parashikuar në masën 436 miliard lek, me një rritje 5.3% në raport me buxhetin e rishikuar 2016. Ndërsa shpenzimet janë parashikuar në masën 469.5 miliard lek. Pjesa më e madhe do t'i kalojë shpenzimeve korrente, në masën 389 miliard lek, ndërsa shpenzimet kapitale do të marrin 71.6 miliard lek. Rritja e pagave dhe pensioneve është konsideruar si një prej zërave të rëndësishëm të buxhetit. Fondi për rritjen e pagave dhe pensioneve në vitin 2017 është përcaktuar në vlerën 8.9 miliard lek. Rritja e pensioneve me 3% do t'i kushtojë buxhetit të shtetit 2.9 miliard lek, ndërsa 6 miliard lek është kostuja e rritjes me 10% të pagave. Në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm, qeveria i kalon pjesën më të madhe të ardhurave të hyra nga TVSH-ja. Në arkën e shtetit është parashikuar të hyjnë 3 miliard lek më shumë nga tatimi mbi vlerën e shtuar, ose 2.1% më shumë se vitit 2016. Tatim fitimi është parashikuar në masën 28.7 miliard lek, ndërsa këtë vit, të ardhurat nga tatim fitimi janë parashikuar në masën 24.3 miliard lek. Rritjet e konsiderueshme në arkën e shtetit do të sjellin dhe të ardhurat nga akciza. Qeveria ka parashikuar të mbledhë në total 46.2 miliard lek, ndërsa në vitin 2016 ky zë është 44.6 miliard lek. Shpenzimet korrente marrin pjesën më të madhe të buxhetit, rreth 389.5 miliard lek, ndërsa investimet në total do të jenë 71.6 miliard lek, nga 59 miliard që ishin gjatë këtij viti, ku buxheti i shtetit do të financojë vetëm 33 miliard lek. Ndërsa qeveria ka parashikuar të ulë deficitin në vlerën 33 miliard lek dhe borxhin me 1.6%. Buxheti i shtetit pritet të marrë dakordësinë e Fondit Monetar Ndërkombëtar,
një përfaqësie të cilit ndodhet prej një jave në Shqipëri. Ndërkohë, Komisioni i Shëndetësisë është kthyer në një sken debati ku demokratët akuzuan drejt për drejt ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj për korrupsion me check-upin. Një ndër zërat më kritik, kreu i komisionit Albana Vokshi, tha se është paguar edhe për 110.000 kontrolle check-upe që nuk janë kryer kurrë. Beqaj tha se pagesat ndaj koncesionarit janë bërë sipas marrëveshjes. Nëse s'është i qëllimshëm, opozita është person akuzat në adresë të ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, duke fajsuar këtë të fundit se në rruga abuzive i ka paguar koncesionarit të check-upit parat për 110.000 ekzaminime të pakryera, fakt ky që nuk është mohuar nga ministri Beqaj, i pranishëm në mbledhjen e Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë. Totali i vitit kaluar është rreth 250.000 vetë. Pra ju i keni faturuar për 110.000 persona më shumë i keni dhënë koncesionarit, pa bërë asgjë koncesionare. Kuptoni se çfarë keni bërë? Asgjë s'ka bërë koncesionare. Ju keni dhënë 1.7 miliardë më shumë koncesionarit, pa bërë asgjë. Pa bërë asgjë. Dhe tani shtoni dhe 350.000. Atë që nuk e ka mohuar numri 1 i shëndetësisë është përpjekur ta shpjegojë, por dhe ky shpjegim nuk ka bindur të djathët që kërkuan dorëheqjen e ministrit. Ky zgjerim i ri nuk implikon asgjë, as në buxhetin e miratuar për këtë vit dhe as në buxhetin afatmesin. Për një vit e gjysmë janë 10.000 jetë njerëzish të shpëtuara. Gjithë qytetarët dëgjuan se sa abuziv është kontrata. Sa abuzive. Juve tani duhet jepni dorëheqjen. 1.7 miliard është për të vënë duart në kokë. Që nga maj i vitit 2015 të gjitha pagesat ndaj koncesionarit të check-upit janë kryer përmes fondit të sigurimeve shëndetësore, që sipas opozitës nuk ka patur asnjë të dhënë për ecurinë e procesit, por ka disbursuar fonde në eter. Ministria kur ja ke dhënë fondit? ISHP-ja edhe vetë fondit. Kur ja ke dhënë fondit? Si fondit? Kur ka mundus zbatimi kontratës? Mbaj mend këtë që më thën. Drejtoresa fondit thot nuk kemi pasur akses në 2015. Pse si ke dhënë akses? Për të vjedhur. Para se të largohej nga komisioni, ministri Beqaj është dashur të përgjigjet dhe për laboratorët e pandërtuar nga koncesionari check-upit. Tjetër akuz kjo e opozitës. Janë 27 laboratorë që i shërbejnë projekti, nga cilët 15 laboratorë janë të kompanisë dhe pjesën tjetër e ka të nënkontraktuar. Nuk ka ngritur 20 laborator, ka vetëm 3 laborator, të tjerët i ka të nënkontraktuar, është shkelje e kontratës. Debatet në komision janë ndezur e bashkë me to dhe batutat, që jo pak kanë sjell hilaritet në sallë. Po i shkatrove njerëzit, i shkatrove ato që kanë nevojë për ndihmë. Me që jete Gduani Alkoli, a mundet një ndërhyrje? To mbaroj, të nuk futet mendimi. Po këtu e kisha dhënë të Duani tek rritja. Jam pak i ngadalë në pjesë dhe më kputet mendimit këtu. Me grafiqet keni bërë punë të shkëlqyer. Kuriozitetin tuaj e shuar në mënyrë tjetër. Jo, ato mënyrat e tjera shko gjej atje te partia jote dhe mos majte mua më thënë bëri një pyetje, jo mos viun për media fare. Ti merresh me media. Po hajt më përgjigj. Ti merresh me media fare, nuk merrem unë me media. Po e ke kohë pra më përgjigj më mirë. Janë 800 pacient që i drejtohen çdo vit urgjencës së kardiologjisë në QSUT, ndërsa në të kryen afro 4.000 ndërhyrje koronare. Shifrat ju bën të ditur ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj gjatë vizitës në shërbimin e hemodinamikës. Një vit pas funksionimit të urgjencës kardiake kanë përfituar shërbimin 800 pacient të ardhur nga të gjitha rrethet e vendit. Shifra është bërë ditur në një vizitë që ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj zhvilloi pranë shërbimit të hemodinamikës në QSUT, për të parë se si funksionon kjo urgjencë. Sot bëjmë 800 raste vetëm urgjencë dhe në total 4.000 raste koronarografi, 3.800. Por për ministrin e Shëndetësisë, përveç ofrimit të shërbimit për një numër të madh pacientësh, e rëndësishme ka qenë edhe ulja e kohës së pritjes për një nga shërbimet bazë, siç është koronografia, nga 6 muaj që ishte 3 vjet më parë, në 2 javë sot. Ka një vit urgjencë 24/7. 365. Dhe jemi me radhë pritje 2 javë, që është një gjë praktikisht para 3 vjetësh e pa imagjinueshme. Dhe de facto, po t'i marrim si njësi, në 2013 dy njësi shërbenin sistemin publik. Sot kemi atë të vjetën të rinovume, dhe praktikisht kemi 9 profesorë. Kjo qendër që bën më shumë se gjysmë dhe gjithë vendit, kjo me numra është padyshim një qendër më e madhe.
në gjithë rajonin dhe konkuron edhe me shtetet zhvilluara. Për të përballuar fluksin e pacientëve, është shtuar numri i personelit me mjek dhe infermier. Pas Don Boskos, Bashkia e Tiranës ka vjuar me investime në kanalizime në zonën Siri Kodra në Tiranë. Sipas kryebashkiakut, investimi këtu do të evitojë përmbytje të një fenomen i zakonshëm për banorët sa herë që bien shira. Ne kemi shtuar një kolektor të ri, duke lënë edhe kolektorin e vjetër, duke bypassuar edhe të gjithë lidhjet e shkarkimeve të banorëve të zonës. Ne kemi shtuar një kolektor të ri me 2 fishën e kapacitetit të atij ekzistues. Në rrugën Siri Kodra në Tiranë, Bashkia po investon në rrjetin e kanalizimeve që do t'jap zgjidhje përfundimtare, një prej problemeve më të mëdha të bartur në vite, atë të përmbytjeve sapo bien shira. Në javën kombëtare të ujit, kryebashkiaku Erion Veliaj pa nga afër ndërhyrjet në këtë rrjet, në të cilin nuk është vendosur që prej 50 vitesh. Tani sigurisht, kur ka rreshje të jashtëzakonshme, si një kulluze makaronash, merr kohë derisa të kullojë gjithë uji. Ashtu dhe Tirana është një kulluze e madhe makaronash me 1 milion vet, është shpuar me vrima dhe ndërtime mbi kolektor dhe problematika në të gjithë rrjetin prej vitesh, ndaj sigurisht që kur ka rreshje të këtyre përmasave, patjetër që do marrë kohën vet derisa uji të kullojë. Përmbytjet në zonën Siri Kodra ndodhin sipas bashkisë për disa shkaqe. Më kryesorja për mënyrën si është ndërtuar rrjeti kanalizimeve, me kthesa dhe kënde të ndryshme, shtoj kësaj dhe shkallën e lartë të amortizimit. Nga ana tjetër, edhe tubacioni i ujrave është dëmtuar në shumë segmente, si pasojë e godinave dhe mureve rrethuese të ndërtuara mbi to. Këtu kreu i bashkisë tha se veç përgjegjësisë si institucioni që drejton, përgjegjësi kanë edhe qytetarët. Tafmaja e dikujt nuk duhet të jetë çmimi që paguan shumica që s'ka shkelur asnjë ligj. Jeta e dikujt nuk ndërtohet duke prishur jetën e një qyteti të tërë. Vetëm këtë vit ndërmarrja e ujësillës kanalizimeve ka kryer 105 ndërhyrje në rrjet. Po si tha kryebashkiaku, puna në këtë zonë të Tiranës nuk mbyllet me kaq, pasi do investohet edhe për urbanizimin e saj. Brenda javës nis parkimi me pagesë në 7 rrugë të Tiranës në zbatim të vendimit të Këshillit Bashkiak marrë një vit më parë. Banorët e këtyre zonave do të pajisen me kartë rezidenti, ndërsa shoferët e tjerë do të parkojnë në këto rrugë ku do të paguajnë 100 lekë ora. Në 7 rrugë të kryeqytetit do të nis parkingu me pagesë, 4 prej të cilave ndodhen në bllokun Shushica, ndërsa 3 të tjera te komuna e Parisit. Gjithashtu, bashkia u ka bërë thirrje qytetarëve, e sidomos banorëve të këtyre zonave, për të pajisur me kartat e rezidentit, dokumentet përkatëse, të cilat duhet të paraqiten në zyrat e Tirana Parking. Bëhet fjalë për bllokun Shushica, në rrugën Sulejman Delvina, Gjik Kuqali, Grigor Heba, Emedar Shtylla, si dhe komuna e Parisit, Gjin Bue Shpata dhe Emin Duraku. Këto rrugë nëse nuk i e pajisur me kartë rezidenti, atëherë duhet të paguash tarifën 100 lekë për orë, në rrugët e vizuara me ngjyrë blu, ndërsa për ato të vizuara me ngjyrë të bardhë, janë zonat e lira ku mund të parkohet pa pagesë. Këshilli Bashkiak e ka marrë këtë vendim rreth një vit më parë, ndërsa pritet që parkimet me pagesë të shtrihen në të gjithë qytetin. Për të siguruar kartën e rezidentit, çdo qytetar që është banor i një zone administrative duhet të dorëzojë sa më parë pranë zyrave të Drejtorisë së Përgjithshme të Tirana Parking një listë dokumentash që të vërtetojnë se banon në një zonë të caktuar, e konkretisht certifikat familjare, vërtetim banimi, kopje të certifikatës së pronësisë, të kontratës së qiras ose të hua përdorjes, certifikat për vërtetim pronësie të makinës ose autorizim për përdorim automjeti, leje qarkullimit të automjetit që do të pajiset me kartë rezidenti, fotokopje e taksave vjetore të makinës, si dhe fotokopje të faturës së UKT-s ose të OSHS. Karta e rezidentit duhet të vendoset në xhamin e parë të makinës, në të cilat do të shënohen targa, afati i vlefshmërisë, numri serial dhe ai i zonës ku banon. Kryeministri Edi Rama është i bindur se zhvillimi i arsimit profesional mund të sjellë një reduktim të papunësisë në vend. Pjesëmarrës në aktivitetin për sfidat e arsimit profesional, kryeministri i bëri të qartë se për refuzuesit e punës nuk do të ketë ndihmë ekonomike. Atyre që refuzojnë punën, kryeministri u bëri një paralajmërim. Ne nuk mund të mbajmë në kurizë të njerëzve ata të cilët refuzojnë punën që ju jepet. Çdo njeri ka lirinë ta refuzojë punën që jepet. Por askush s'ka drejt që si refuzuesi punës që i ofrohet të vazhdojë të marrë ndihmë ekonomike
e asistenca e indulgjenca. Për të treguar se punë ka, por nuk ka profesionist, kryeministri solli shembullin e bizneseve përgjatë autostradës Tiranë-Durrës. Këtu ju them, nuk ka një ndërmarrje të madhe sot në Shqipëri që nuk ka vende të lira pune. Synimi është që arsimi profesional të jetë zgjedhje dhe jo opsioni dytë. Dhe regjistrimet e këtij viti janë kuptimplota për faktin se numri i të rinjve që regjistrohen në arsimin profesional po rritet. Dhe unë shpresoj shumë që ajo që ndodhi këtë vit, si mesazh i parë për ata që hynë në shkollën e mesme se universiteti nuk është tezga e qofteve kedaja, po për të hyrë në universitet duhen plotësuar disa kërkesa, do të bëjë që diversifikimi i zgjedhjeve midis universitetit dhe arsimit profesional të bëhet ende më i natyrshëm. Një muaj nga nisja e shkollës, ministri të mirëqenies sociale bilanci i del pozitiv, pasi numri i nxënësve që zgjedhin arsimin profesional është 2 herë më i lartë se 2 vite më parë. 151.400 Në koloneli Nehat Thaçi është liruar nga paraburgimi në Serbi. Lajmin e ka konfirmuar për Gazetën Ekspres ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj. Sapo kanë konfirmuar lajmin se nën koloneli Nehat Thaçi është liruar nga paraburgimi në Serbi dhe shumë shpejt do t'i bashkohet familjes, ka thënë ministri i jashtëm Hoxhaj në një prononcim për Gazetën Ekspres. Nehat Thaçi, drejtori i policisë rajonale të Mitrovicës, u arrestua në fund të muajit shtator nga autoritetet serbe si dyshuar për veprën penale të terrorizmit dhe qëndroi në paraburgim në burgun e Nishit në bazë të vendimit të gjykatës së lartë të Serbisë të vitit 2010. Arrestimi i Thaçit bëri që zyrtarët nga Kosova të bojkotonin forumin e sigurisë në Beograd në muajin tetor, një fakt që kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić e përmendi gjatë forumit duke i fajsuar ata për ndërprerje të dialogut Serbi-Kosovë. Dhe shkëputemi për pak publicitet në shumë momente. Do të rikthehemi sërish për të folur për zhvillime ndërkombëtare me fokus pa diskutim zgjedhjet e pas një jave në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jemi në transmetim të drejt për drejt të nderuar shikues, do të vijmë kështu me lajmet. Do të flasim pikërisht për zhvillimet e prishme në prag të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi duket se vendimi i FBI-s për të rihapur hetimet për Hillary Clinton po jep rezultatet. Sondazhi më i fundit i Washington Post në bashkëpunim me televizionin amerikan ABC News dha sot 1 pikë më shumë për kandidatin republikan Trump. Sipas sondazhit, Trump mori 46%, ndërsa Hillary Clinton, që kishte kryesuar gjithmonë, mori vetëm 45% të mbështetjes. Kandidati republikan për president Donald Trump arriti sot që të dalë 1 pikë përpara rivales së tij demokrate Hillary Clinton në sondazhin më të fundit të kryer nga Washington Post në bashkëpunim me televizionin amerikan ABC News. Ky sondazh tregon se entuziazmi i demokratëve ka shënuar rënje pas vendimit të FBI-s për të rihapur hetimet lidhur me përdorimin e serverit privat të ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton. Në të gjitha sondazhet e mëparshme, Clinton kishte kryesuar me disa pikë përpara Trump, por anketimi i fundit tregon një zbejje të mbështetjes ndaj saj, edhe pse me një diferencë shumë të vogël. Por ndryshe nga Washington Post, agjencia e lajmeve Reuters në bashkëpunim me Ipsos i jep Hillary Clintonit një avantazh prej 5 pikësh. Sipas sondazhit të realizuar, 44% e votuesve deklaruan se do të mbështesnin Hillary Clinton, ndërsa 39% do të votonin për Trump. 2 sondazhe të ndryshme me rezultate jo të njëjta, që do të thotë se dita zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të jetë plot surpriza. Zëvendës menaxheri i fushatës së Donald Trump, David Bossi, u shpreh optimist të martën se kandidati republikan do të fitojë zgjedhjet. Gjatë intervistës për Good Morning America, Bossi gjithashtu përmendi hetimin e fundit të FBI-s për rivalen demokrate Hillary Clinton. Zëvendës menaxheri i fushatës së kandidatit republikan Donald Trump tha të martën se ekziston një mungesë entuziazmi për votuesit e Hillary Clinton dhe shprehu besimin se kandidati i tij do të fitojë zgjedhjet si rezultat i kësaj.
David Bosi u fokusua kryesisht në çështjen e entuziazmit për të shprehur besimin e tij se Trump do të fitojë gjithashtu, duke cituar hetimin e fundit të FBI-s, rivalen demokrate Clinton për përdorimin e serverit privat të emaileve gjatë periudhës kur ajo ishte sekretare e shtetit. Ne kemi mbyllur këtë hapësirë në mënyrë dramatike gjatë javës së fundit. David Bosi u shpreh për programin televiziv Good Morning America në lidhje me problemet ligjore të mundshme të Clintonit. Bosi tha se kjo mund të nxjisë votuesit që të largohen nga ajo. Votuesit nuk duan më vite të tjera hetimesh për Clinton, tha ai. Bosi gjithashtu pranoi se kandidati i tij pati një dizavantazh në kolegjin zgjedhor, por megjithatë ai patjetër do të fitonte diçka në shtetet që mbështesin kandidaten demokrate. Sondazhet e fundit të ABC News dhe Washington Post tregojnë se kandidati republikan Donald Trump është një pikë përpara rivales së tij demokrate Hillary Clinton. Ndërkohë kampi demokrat ka vijuar akuzat kundër kreut FBI-s James Comey pas vendimit të tij për të rihapur hetimet ndaj Clinton. Menaxheri i fushatës së Clinton, Robbie Muck, deklaroi se kreu i FBI-s përdor dy standarde, nga njëra anë duke folur publikisht për hetimet ndaj Clinton, ndërsa nga ana tjetër duke refuzuar të flasë publikisht se Rusia po përpiqet të ndërhyjë në zgjedhjet amerikane. Drejtuesit e fushatës së Hillary Clinton kanë akuzuar drejtorin e FBI-s James Comey se po përdor standarde të dyfishta lidhur me çështjen Clinton, ku në njërin anë ai informon publikisht Kongresin Amerikan lidhur me hetimet e emaileve të ish sekretares amerikane të shtetit, por nga ana tjetër refuzon të bëjë publike deklaratën se Rusia është e angazhuar për të ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Menaxheri i fushatës së Clinton, Robbie Muck, sulmoi kreun e FBI-s pas informacioneve të publikuara në media se Comey kishte refuzuar që të bënte publike përpjekjet e Moskës për të ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Është e pamundur që të mos e shikosh këtë si standard të dyfisht. Drejtori i FBI-s tregohet më i rezervuar në lidhje me veprimet e një vendi tjetër sesa me kandidaten demokrate për presidente. Robbie Muck nga kampi i fushatës së Clinton nuk i konsideron komentet e numrit 1 të FBI-s rreth ish sekretares amerikane të shtetit si një shenjë dalluese të një hetimi të përgjegjshëm. Barack Obama ka festuar mbrëmjen e dieshme Halloweenin e fundit si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Së bashku me bashorten e tij, zonjën e parë Michelle, presidenti Obama kërceu përpara një grupi fëmijësh në ritme të këngës Thriller të Michael Jackson. E kemi disa prej këtyre momenteve pa koment. Teksa në vendet të ndryshme të botës u festua Halloween, kjo parade cila shoqërohet me maska nuk ka kaluar pa incidente në Gjermani. Një adoleshent është plagosur me thik mbrëmjen e Halloweenit në Hessen të Gjermanisë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:10 të së hënës pranë një kafeneje në qendër të qytetit. 16 vjeçari është sulmuar nga një person i cili ishte veshur si klon. I plagosuri është dërguar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore dhe mësohet se ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sulmi ndodhi në një zonë pedonale, ndërsa agresori është larguar me shpejtësi nga vendngjarja. Flasim për sportin, debatet e ashpra kanë pasuar supersfidën ndërmjet Partizanit dhe Skënderbeut dhe replika që janë zhvilluar ndërmjet deputetit Erion Braçe
dhe kreu të Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka. 2 fjalë për mushkonjën që shpërndau dhunë. Kështu e nisi presidenti i FSHF-s Duka reagimin e tij në Facebook ndaj deputetit të Partisë Socialiste Erion Braçe. Ndërsa e konsideron Braçën si një tifoz të degraduar të një ekipi dinjitoz si Partizani. Duka shkruan se deklaratat e tij për çka ndodhi në Elbasan në ndeshjen e së dielës janë nxitje e pastër e dhune në futbollin shqiptar. Unë dhe bashkëpunëtorët e mi mund t'i ka përdim shpifjet e tua për Federatën Shqiptare të Futbollit, është të shprehur Duka, por që të nxisësh dhunë dhe të erionizosh futbollin shqiptar siç bën ti me parlamentin dhe zonën e cila të zgjodhi deputet, këtë jo. Këtë nuk e bën dot as me futbollin shqiptar dhe as me federatën, shkruan Duka duke theksuar se standardet dhe niveli i futbollit shqiptar dhe organizmave të tij janë shumë lart se niveli i politikës shqiptare. Ndërsa i drejtohet socialistit Braçe, Duka shkruan se federata dhe futbolli shqiptar nuk janë laguna e Karavastas ku ti fut durat si të duash. Ilir Daja nuk do t'jetë më trajneri i Tiranës. Drejtuesit Bardhe Blu kanë vendosur të shkarkojnë timonierin e tyre në përfundim të fazës së parë, ku Daja grumbulloi 14 pikë në 9 ndeshje, 6 pikë më pak se Skënderbeu i vendit të parë. Stoli Bardhe Blu do t'i besohet Mireli Osës, që rikthehet të drejtojë Tiranën pas 9 vitesh. 2 javë më parë, ai ishte njeriu që do t'u sillte Bardhe Bluve titullin që u mungon prej 7 vitesh. Personi që si me shkop magjik kishte ndryshuar fytyrën e një ekipi që nuk arrinte as zonën e kupave të Europës, duke shndërruar në antagonistën e vërtet të Skënderbeut. Pikërisht pas suksesit ndaj Korçarëve, sukses që vinte pas një periudhe të gjatë thatësire, drejtuesit më të lartë të Bardhe Bluve nuk hezituan të jepnin deklarata pafund për një titull kampion, i cili në javën e 7 të kampionatit u dukej sikur u kishte ardhur në derë. Më pas të eri ndaj luftëtarit dhe gjysmëhapi me Vllaznin dhe pa pritëm as Andra Shkormoqet. Drejtuesit vendosin se Daja është fajtori, da i zgjedhin të ndahen me trajnerin në mirë kuptim për mungesë rezultatesh, teksa në 9 ndeshje ka grumbulluar 14 pikë, 6 më pak se Skënderbeu kryesues. Ilir Daja udhëhoqi Tiranën për gati një vit. Sezonin e shkuar nuk mund të bënte asgjë më shumë se sa vendi i 5, ndërsa këtë vit u besua se me ardhjen e afrikanëve në ekip, gjërat do të mund të ndryshonin. Por duket se vetmja gjë që nuk ka ndryshuar në shtëpinë Bardhe Blu është mali i borxheve. Tirana ka gati zëvendësuesin. Mireli Osa do të pasojë Ilir Dajën në detyrë. Trajneri që u shpall 4 herë radha zi kampion me Skënderbeun, do të marrë ekipin e tij të zemrës, të cilin e la kampion kur u largua në vitin 2007. Osa pritet që të drejtojë stërvitjen e parë të mërkurën pasdite. Manchester City Barcelona është ndeshja më e rëndësishme e mbrëmjes së sotme në Champions League, me Guardiolën që shpreson të mund ish ekipin e tij për të qenë më i qetë në rrugën drejt kalimit në grup. Ndërthurja e rezultateve mund të kualifikonte që sot Arsenalin, Paris Saint-Germain, Atleticon e Madridit, si dhe Bayernin e Munichut. Emocione dhe spektakël pritet sot në mbrëmje, me Ligën e Kampioneve që luan ndeshjet e 4-ta në 4 grupet e saj të para. Grupe që kanë situata të ndryshme, që mund të sjellin dhe verdikte përfundimtare në fund të këtij 90 minuteshi. Kështu fitoria e Barcelonës në kryendeshjen e grupit C kundër Manchester Cityt do t'i bënte blaugranat kryesues me pikë të plota dhe do t'i kualifikonte që sot në fazën e 1/8. Katalanasit kanë 9 pikë në këtë grup, City 4, Borussia Mönchengladbach 3 dhe mbyllur renditjen Celticu me 1 pikë. Në grupin A mund të kemi një kualifikim të dyfisht të Arsenalit dhe Paris Saint-Germainit, që bashkëkryesojnë me nga 7 pikë, teksa në vend të fundit gjendet Bazeli dhe Ludogoreci në kuotën e 1 pikë të vetme. Arsenali luan në Bullgari ndaj Ludogorecit, ndërsa Paris Saint-Germaini në Zvicër ndaj Bazelit. Fitoria e anglezëve dhe francezëve do ta çonte diferencën me të dy ekipet në 9 pikë, me 2 ndeshje të mbetura, me matematikën që vulos gjithçka në këtë grup. Grupi B është grupi më i fortë i ditës së sotme. 2 kryesueset, Napoli dhe Beşiktashi, luajnë ndaj njëra tjetrës në Turqi. Italianët kanë 6 pikë, turqit 5, por shumë pranë ndjek Benfica me 4 pikë, që pret Dinamon e Kievit në shtëpinë e saj. Ukrainasit kanë 1 pikë dhe fitoria ndaj portugezëve do t'i rifuste në valle për kualifikim. Bayerni shkon në Holand dhe Atletico e Madridit pret rusët e Rostovit. Madrilenet kryesojnë me 9 pikë, bavarezët ndjekin me 6, ndërsa PSV dhe Rostovi kanë nga 1 pikë. Fitoret e ndërthuara të djevëve të Simeonës dhe atyre të Ancelotit do t'i kualifikonte të dyja, me PSV dhe Rostovin që do të vijonin betejën e tyre për në Europa League. Studiuesja e artit Zana Varvarica Kuka bën bashk në një libër 51 piktor shqiptar të njohur e të panjohur. Për të realizuar historinë e pikturës shqiptare, Kuka ka bashkëpunuar me koleksionistin Namik Shehaj, i cili posedon rreth 600 vepra arti.
Artistë të njohur e të panjohur, por që veprat e tyre identifikohen si më të mirat e shekullit 20, vijnë të përmbledhura në një botim të vetëm. Suzana Varvarica Kuka, në bashkëpunim me koleksionistin Amik Shehaj, kam punuar për rreth 6 vite për të studiuar dhe sjell me korrektësi jetën dhe veprat e 51 piktorëve shqiptar. Kuka rrëfen si u njoh me koleksionistin e afro 600 pikturave dhe idenë për të bërë bashk 51 piktor shqiptar në historinë e pikturës. Ka qenë një takim i rastësishëm, Namiku vinte shpesh në galeri, më tha zonja Zana, tha unë po e shpall veten tani para teje si koleksionist, por nuk e di çka koleksionisti jam. Për herë të parë dëgjova që një koleksionist shqiptar kishte një sasi veprash kaq të madhe në mjediset e familjes së tij. Koleksionisti Shehaj pasionin për pikturën e fuqizoi ndër vite, duke i dhënë një dimension tjetër. Pasioni ishte aq i madh, më rrëmbeu aq shumë sa unë një ditë e pash me një grumull të madh veprash veten dhe thash çfarë mund të bëj me gjithë këto gjëra. Bashkë me vlerat që mbartin këto vepra, unë jam i kënaqur dhe i privilegjuar sepse kam njohur nga afër dhe një pjesë të botës të këtyre artistëve, botës shpirtërore të këtyre artistëve, me të cilët u kam krijuar dhe miqësi. Sipas studiueses Kuka, ky botim do t'i vlej brezave për të njohur me artin shqiptar, sidomos të rinjve që janë të pasionuar pas pikturës. Në Alepo të Siris po luftohet për jeta vdekje mes rebelëve dhe forcave të Bashar al-Assad, një përpjekje dëshpëruar e rebelëve për të çarë rrethimin ku ndodhet pjesa lindore e qytetit, ka rikthyer shqetësimin për jetët e qindra mijëra civilëve. Ndërkohë janë përhapur lajmet se rusët do të intensifikojnë sulmet ajrore për ta përmbyllur me shpejtësi betejën për qytetin. Materiali në vijim ju ofron pamje nga fushë beteja të filmuara nga dronet dhe deri te kamerat GoPro në aksion, si edhe një vështrim në pjesët e paprekura nga lufta të qytetit apo edhe brenda shtëpive të rënuara. Për të kuptuar se si ka qenë jeta atyre më parë, një material që është përgatitur nga kolegu Edin Paruca. Prej disa ditësh, luftimet në Alepo janë rindezur me një ashpërsi që ka vënë alarmin OKB për fatin e civilëve të mbetur mes vijave të frontit. Ofensiva nisi nga grupimet rebele për të çarë rrethimin e Alepos lindore, një zonë e qytetit e rrethuar nga territori që ka marrë ushtria e Assad. Grupet rebele jashtë kësaj zone u përpoqën të krijojnë një korridor në një distancë prej 2 kilometra e gjysmë përmes zonës që mbahet nga forcat qeveritare për të bashkuar me forcat në Alepon lindore. Rebelët, që janë një përzierje grupesh, që nga ata që perëndimi i quan të moderuar deri te xhihadistët e Al-Nusras, përdorën sulmet vetvrasëse. Skuadra të sulmit të shpejt me motor dhe të gjitha kalibrat e predhave në dispozicion. Ajo që bën përshtypje është edhe mënyra e dokumentimit të kësaj lufte. Këtu tregohet se si një skuadër sulmi që përdor motocikletat mblidhet në një sallë për të ngritur moralin dhe pastaj niset në një aksion që është i gjithë i filmuar me kamera koke GoPro, gjithçka në high definition. Video pastaj është montuar edhe me kolon zanore dhe është hedhur në YouTube. Një video tjetër ku përdoren edhe pamje me dron tregon një lagje të Alepos të sapo marrë nga rebelët, teksa kamera lëviz mes shkatrimit, duken vila dhe rrugë të gjelbëruara që tregojnë për një zonë rezidenciale, e cila para luftës mund të ketë qenë një oazë qetësie për banorët. Pamjet brenda shtëpive vërtetojnë se banorët i përkisnin shtresave të mesme të qytetit më të populluar në Siri.
Materialet filmike për qëllime propagande nuk mungojnë as nga pala tjetër. Ministria Siriane e Turizmit ka publikuar një video të Alepos perëndimore, zonë që mbahet nga forcat e Asad. Janë pamjet e një qyteti me jetë normale ku turistët ftohen të vizitojnë. Në video nuk përmendet as pak ajo që ndodh në pjesën lindore të qytetit. Frika më e madhe, natyrisht, është për fatin e civilve. Në zonën lindore ndodhen rreth 750.000 njerëz që po vuajnë në rrethim mungesën e ushqimeve, karburantit dhe pothuaj çdo gjëje tjetër, ndërkohë që bombardohen pa rreshtur. Ndërsa sulmet e rebelëve në zonën perëndimore nuk kanë kursyer as pak banesat e civilëve gjithashtu. Por shtypi perëndimor ngre alarmin se gjërat mund të përkeqësohen. The Times shkruan se sipas burimeve të inteligjencës, Rusia po përgatit një sulm final në Alepo, duke shfrytzuar momentin e zgjedhjeve në Amerikë. Aeroplan mbajtësia Kuznetsov, e shoqëruar nga disa nëndetëse që mund të lëshojnë raketa balistike, janë drejtuar për në brigjet siriane. Mendohet se në këtë mënyrë po përgatiten bombardime masive që do t'u lejojnë trupave të Asad të marrin fortesat e rebelëve në zonën lindore të qytetit. Por kjo do të sillte një kosto të frikshme në jetët e civilëve. Në zonën që mbahet nga rebelët, ndërkohë, e vetmja mënyrë për të mbrojtur nga sulmet ajrore është kjo. Djegja e gomave në rrugë për të krijuar një perë detymi që nuk u lejon shikimin pilotëve. Ky fëmijë është një nga të shumtit që kanë këtë detyrë çdo ditë, të dalin nëpër lagje, të mbledhin goma e materiale të tjera dhe të vënë flakën nëpër rrugë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, të nderuar shikues. Ne kujtojmë si gjithmonë se mund vijoni të informoheni në kohë reale duke klikuar mbi balkanweb.com për të njohur me gjitha zhvillimet kryesore të ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Apo në Balkanweb ju do të keni mundësinë të lexoni online gazetën shqiptare, mund të dëgjoni Radio Rash dhe mund të na ndiqni në transmetimet tona të drejtë për drejta në opsionin News 24 Live. Ju kujtojmë gjithashtu që Balkanweb mund ta ndiqni në kohë reale në rrjetin social në Facebook dhe për gjitha videot në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkëmiru takofshim.